Shtëpia e bardhë regjistron aliens.gov. Rriten spekullimet për zbulime mbi UFO. Një adresë re në internet e shtëpisë së bardhë ka ndezur debatet dhe kuriozitet të madh. Aliens.gov është regjistruar zyrtarisht nga Qeveria Federale Amerikane, duke shtuar spekulimet se presidenti Donald Trump mund të përgatitet të zbulojë informacione të fshehta mbi UFO-t dhe jetën jashtëtoksore. Edhe pse faqja nuk është ende aktive, të dhënat e regjistrit tregojnë se domeni është rezervuar në datën 17 mars, pa u bërë ende e ditur se për çfarë qëllimi do të përdoret. Zbulimi erdhi një muaj pasi Trump njoftoi se kishte urdhëruar administratën e tij të identifikojë, publikojë dokumente qeveritare që lidhen me jetën e jashtëtoksorëve, fenomene ajrore të pa identifikueshme UAP dhe objekte fluturuese të pa identifikuara UFO. Duke parë interesin e madh do të udhëzoj sekretarin e luftës dhe agjencitë të tjera që të fillojnë procesin e publikimit të dokumenteve mbi jetën e jashtëtoksorëve dhe çdo informacion tjetër lidhur me këto çështje komplekse. Pas këtij urdhri, institucione si Pentagoni dhe vetë Shtëpia e Bardhë kanë nisur punën për shqyrtuar dokumentet, por deri tani nuk ka një afat të qartë për publikimin e tyre.